Do të mësojmë në këto momente për parashikimin e motit në vendin tonë, do të shkojmë me njërë në një komunikim të drejt për drejt, si çdo të hënë me Meteo Alb, sot do të jemi me sinoptikanin Akil Osmani. Akil, të përshëndes dhe të uroj një javë të mbar. Përshëndetje, një javë të mbar edhe ju. Si pritet jetë moti për gjatë kësaj jave së pari në Shqipëri? Për sa i përket kushteve atmosferike, parashikohet që kjo javë kryesisht jetë në mbizotërimin e vranësirave të dendura, të cilat pothuajse për gjatë gjithë 24 orëshit në pothuajse çdo ditë kësaj jave pritet të jenë dominante. Pritet që her pas here të kemi rritje të lagështirës në ajër, çka do të bëjë që ditën e sotme të krijojë mundësira për momente të pakta me reshjeshiu, kryesisht gjatë orëve të pasdites në zonat veriore dhe pjesërisht në zonat qendrore, po ashtu duke filluar nga dita e madhe të paktën deri ditën e premte parashikohet që moti të jetë i paqëndrueshëm, duke qenë se vranësira do të jenë të shpeshta, her pas here kemi rritje të lagështirës në ajër, çka do të bëjë që në gjysmë lindore të territorit her pas here të krijohen mundësira për momente të pakta me reshjeshiu. Për sa i përket vijës bregdetare, kryesisht do të jetë mbizotërimin e motit të qëndrueshëm, edhe pse do të kemi vranësira të shpeshta, nuk pritet të kemi prezente reshje. Për sa i përket temperaturave të ajrit, edhe pse do të kemi këto vranësira të cilat do të jenë dominante në territorin shqiptar, pritet që temperaturat e ajrit të paktën deri në mesjavë të jenë mjaft të larta. Mëngjeset e sotme janë regjistruar në 4 gradë Celsius në orët e para të mëngjesit në qytetet e zonave malore, ndërsa për sa i përket urtësirës perëndimore e minimum të janë luhatur nga 8 dhe shumë pranë vlerave 14 gradë Celsius në vijën bregdetare. Për sa i përket orëve të mesditës do të kemi maksimume, të cilat do të regjistrohen shumë pranë vlerave 28 gradë Celsius në qytetet e zonës së ulët, në qarkun e Elbasanit, Beratit dhe Gjirokastrës. Duke filluar nga dita e martë dhe në vijim kemi një rënje graduale të temperaturave të ajrit, duke bërë që të paktën deri ditën e premte maksimumet të zbresin rreth vlerës së 24 gradë Celsius në orët e mesditës. Duhet thënë që temperaturat për gjatë kësaj jave do të jenë më të larta se vlerat normale. Normalisht gjatë muajit prill maksimumet duhet të jenë rreth vlerës 20 apo 21 gradë Celsius. Kjo fillim javë na sjell temperatura rreth 6 gradë më të larta se vlerat normale. Për sa i përket parametrit të erës, në këtë fillim javë do të jetë disi problematike të paktën sot edhe nesër deri në orët e mesditës, do të kemi një jugore her pas here mjaft e fortë, duke bërë që të arrijë shpejtësi edhe në 65 km/h në hapësira detare, duke bërë që her pas here të jetë edhe problematik për sa i përket trafikut detar. Duke filluar nga mesdita e ditës së martë edhe në vijim, do të kemi rënje të intensitetit të parametrit të erës, duke bërë që të jetë me shpejtësi të ulët dhe deri mesatare, duke dhënje të mesme rreth vlerës 35 apo 40 km/h pritet që të jetë era në pjesën tjetër të ditëve. Qartë, Akil, sa i përket Shqipërisë, si pritet të jetë moti në vendet e rajonit? Edhe për vendet e rajonit, Kosova, Republika e Maqedonisë së Veriut, një pjesë e mire e Veriut të Greqisë, Mali, Zi, për gjatë kësaj jave, duke qenë se të kemi një masë ajrore e cila është disi e paqëndrueshme e vendosur në Europën juglindore, do të bëjë që edhe për Kosovën, edhe për Republikën e Maqedonisë së Veriut, të paktën deri ditën e premte parashikohet që të kemi një mod kryesisht të paqëndrueshëm. Vranësira do të jenë ato të cilat do të jenë dominante në një pjesë të mirë të orëve për gjatë gjithë ditëve të kësaj jave, po ashtu kemi rritje të lagështirës në ajër, ku kryesisht gjatë orëve të mesditës dhe pasdites pritet që vranësirat her pas here të krijojnë mundësira për momente të pakta me reshjeshiu. Reshjet si për Kosovën, por po ashtu edhe për Republikën e Maqedonisë së Veriut do të jenë reshjeshiu, pasi temperaturat e ajrit do të jenë vlera pozitive në orët e para të mëngjesit dhe në orët e vona të mbrëmjes. Kryesisht reshjet si për Kosovën dhe Republikën e Maqedonisë së Veriut më të dukshme do të jenë në zonat perëndimore prapë gjatë kufit me territorin shqiptar. Pjesa tjetër e territorit, zonat lindore si për Kosovën dhe për Republikën e Maqedonisë së Veriut, reshjet do të jenë sasira më të pakta. Nëse flasim pasaj për temperaturat e ajrit edhe për vendet e rajonit, kjo fillim javë sjell temperaturat të larta për sa i përket muajit prill, duke bërë që për Kosovën maksimumet gjatë kësaj fillim jave të jenë vlerës 20 gradë Celsius, ndërsa dhe në 21 gradë Celsius maksimumet regjistrojnë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, duke filluar nga e mërkura dhe në vijim edhe për vendet e rajonit, do të ketë një rënje temperaturave të ajrit duke afruar pranë vlerave normale. Do të kemi maksimume për Kosovën, të cilat do të jenë vlerës 16 gradë Celsius në orët e mesditës të regjistruara këtu në qytetin e Gjakovës të Prizrenit, ndërsa për sa i përket Republikës së Maqedonisë së Veriut, temperaturat e ajrit do të regjistrojnë shumë pranë vlerave 17 gradë Celsius në qytetin e Shkupit. Pra pritet që të kemi një javë e cila do të jetë kryesisht e paqëndrueshme, edhe pse temperaturat do të jenë relativisht të larta. Akil, të falenderoj për gjithçka përcollën në studio, të nderuar teleshikues, ky ishte parashikimi i motit nga Meteo Alb.